BKA në shkallon policinë, zënja Lala... Së është kështu, ta filloj, pyetjen e ke gabi. BKA-ja nuk mundet ta anashkaloj policinë. BKA-ja është pjesë e policisë, është një polici e ngritur me ligj në Republikën e Shqipërisë dhe ligji që ka BKA-ja mund të bëjë dhe operacione të këtij lloji në rast se teknikisht, profesionalisht dhe nga pikpamja e kapaciteteve njerëzore arrin ta realizojë. Nuk mundet të themi që meqense kemi një polici shteti dhe BKA-ja nuk mundet të bëjë arrestime. Jo, sipas ligjit, të tërë elementët që bën policia e shtetit në miniaturë i ka dhe Byroja Kombëtare e Hetimit. Pra, Byroja Kombëtare e Hetimit nuk mund të bëjë vetëm hetime, mund të ndjek persona kërkim, avokat, ta them unë se çfarë ka ndodhur, ka arrestuar ditën e djeshme një person të kërkuar BKA-ja Adi Çobo. Do më thënë është anashkaluar policia në këtë rast. Si të anashkalim, se kam parë si lajm. Zoti Beci ka konceptin e vetë, si e shikoj dhe si e kam parë unë këtë çështje. Për herë të parë, Byroja Kombëtare e Hetimit ka kryer një operacion tërësisht të vetin, i mbështetur nga dia italiane për kapjen e një personi të shumë kërkuar, i cili ishte shpallur në kërkim nga autoritetet italiane në kuadër të operacionit Ura. Operacioni Ura goditi klanin që kishte të bënte me Elvis Doçin, i njohur si Visi Pojos, u arrestuan disa persona në Shqipëri për trafik droge, pastrimparash dhe grup kriminal, ndërkohë që pjesa tjetër e dosjes ishte hetuar nga autoritetet italiane. Në fakt, Byroja Kombëtare e Hetimit, që nga nisja e funksionimit të saj si strukturë, në asnjë moment nuk ka kryer arrestime, por në momentin kur prokurorët e posaçëm kanë nxjerrë urdhër arreste të miratuara me masa sigurie, pra masa sigurie mungesë dhe më pas urdhër ekzekutime, janë përcjell për ekzekutim policisë së shtetit dhe ka struktura të posaçme, forca operacionale në varësi të rrezikshmërisë, forca Trenea etj. Me radhë, të cilët sigurisht të mbështetur dhe nga BKA-ja kanë kryer operacionet. Në rastin konkret, duke qenë se ka patur disa veprime të kryera nga policia fillimisht dhe prej 2 vitesh ky person kishte të dhëna që nuk arrestohej dhe kishte dyshime që operacioni mund të dekonspirohej, Byroja Kombëtare e Hetimit vendosi ta kryente vetë këtë operacion dhe çfarë bëri përgjatë ditëve të fundit, përgjoi dhe vëzhgoi bashkëshorten e Adi Çobos, e priti ditë me radhë dhe vëzhgoi kur ajo hyri në një apartament në rrugën Pavarësia, ose ndryshe ajo që njihet për qytetarët si rruga e plazhit, dhe mbrëmjen e kaluar, në momentin që bashkëshortja ka shkuar në apartamentin ku ai qëndronte, dhe të dy së bashku dhe bashkë me fëmijën e tyre të mitur kanë dalë dhe janë ngjitur në makinë, BKA-ja ka ndërhyrë dhe ka bërë arrestimin. Pse është anashkaluar policia e shtetit? Sepse ka një klim të thellë mosbesimi, që sigurisht nuk është i klim e thellë mosbesimi. Ka një klim mosbesimi që nuk arrestohen nga policia. Ja ta mbaroj dhe... Ta mbaroj. Ka të drejtë Eugeni kur thotë që në kuptim të ligjit, BKA-ja ka atributet për të bërë arrestime. Formalisht ore, teorikisht. Nuk e kundërshtoj këtë pikë. Teorikisht është kështu, në rast se BKA-ja arrin të ketë 200 policë të zotët, mund të mos e tras kur policinë. Nuk në atë pikë, Eugen fare, të thash ligjërisht, ato e kanë atributin ligjor. Dhe ishe tërësisht në rregull për atë çfarë the. Jo se kam dëgjuar në opinion publik që bën BKA-ja kështu. Jo, BKA-ja mund t'i bëjë nesër gjithë arrestimet. Absolutisht t'i bëj, por deri më tani, duke mos patur forcën dhe strukturën e posaçme, i ka bërë tjetra, por ajo ndryn tani është ideja që... Zoti Braho, gjatë komisionit në komisionin e reformës territoriale, zgjedhore, ngriti një shqetësim dhe tha që kemi shumë urdhra arresti që janë përcjellë policisë dhe nuk ka arrestime dhe jemi duke menduar, tha, që të ngritë po, edhe Dumani më herët, kur ishte drejtuesi SPAK, ngriti të një të shqetësim, dhe vetë Byroja e Posaçme ka dyshime të forta, ka dyshime, ka dhe çështje penale, janë arrestuar policë për atë. Dhe ka policë arrestuar. Nuk është një çështje që ka lindur sot, është një klim e thellë mosbesimi e ndërtuar ndër vite dhe sot i takon Zotit Hita si krye policë që ta ndryshoj këtë klim, të marrë masat e nevojshme, të ketë punë më të madhe. Unë e kam ngritur dhe herën e parë në emision nëse ju kujtohet, pikërisht kapjen e personave të shumë kërkuar. Po në rastin konkret, BKA-ja ka ngritur dyshime bashkë me SPAK-un që ky person ka 2 vjet, ka informacion të sigurt që është në Durrës, jeton aty në sytë e gjithë qytetarëve dhe nuk kapet. Atëherë cili është dyshimi që ka një dekonspirim nga ana e policisë? Dhe për këtë arsye është anashkaluar. A duhet të ndodhë? Jo, unë mendoj që BKA-ja nuk mund të kryejë dot gjithë operacionet vetëm, sepse ka njerëz të rrezikshëm që kanë kryer vrasje, që janë ekzekutore etj. Me radhë, dhe sigurisht nuk mund ta arrestojë një agent i BKA-s, por duhet të shkojë forcat speciale Renea.
Pra, normalisht, bashkëpunimi me policinë nuk mund të ndalet, por duhet gjetur një urë komunikimi dhe bashkëpunimi, i takon zotit Brau dhe zotit Hita. Po thoni një gjë, kupton. Por kjo ndodh ka dyshime. Është problem strukturor. Gjithë problemi është këtu që policia duhet patjetër të pastrohet, më fale Ugem, në këtë fjali do ta mbyll pa të ndërhyrë, të pastrohet nga segmentet të inkriminuara, të cilat kanë thelluar këtë krimin e mbosbesimit mes institucioneve. Kanë krijuar një BKH dhe po të lexosh ligjin e BKH-s duket sikur ke një polici në miniaturë. Dhe normalisht ata që kanë krijuar këtë BKH kanë krijuar me atë idenë që patjetër, duke mos besuar te policia e shtetit, do i bësh vetë arrestimet. Problemi i madh është këtu. Ajo miniaturë e strukturës që bën policia e shtetit sot me 13.000 antarë nuk mund ta bëj dot BKH-ja me 150 antarë. Pra, ti ke ndërtuar një ligj sikur ke polici paralele, por në fakt ke një polici që do i shërbej vetëm prokurorisë posaçme. Për këtë arsye, logjika që në operacione të vështira, operacione të cilat ne do mendojmë nesër në rast se do arrestohet një ministër në detyrë, a do ta bëj dot policia e shtetit? Kur policia e shtetit dihet se si është e lidhur me ekzekutivin, dhe ky është problemi që ti ndërton një strukturë, një BKH e cila anashkalon me qoftë edhe për nxjerrje sekreti, qoftë edhe për korrupsion, qoftë edhe për elemente të tjerë të lidhur drejt për drejti me interesat që ka policia si pjesë e ekzekutivit, dhe anashkalon policinë, anashkalon Gardën e Republikës dhe thua, po, oficerët e BKH-s bashkë me operacionalin që mund të krijojë BKH-ja nesër, do shkojnë në zyrë, do arrestojnë një ministër. Po, dhe ky ishte sinjal. Veprimi i mbrëmjes kaluar ishte sinjal që BKH-ja ta anashkaloj kur të ketë dyshime policinë dhe strukturat e tjera. Nesër do nxjerr një prokuror i Spakut një urdhër për arrestim në një ministri. Dhe e fundit drejtori përgjithshëm. Jemi okay. Dhe e fundit fare, që fare shkurt, me që ne kemi patur vazhdimisht ditë, po di është zbardhur kjo gjykatës kushtetuese për Erion Veliajn. Çfarë është kjo tani? Mos e duhet të rirojnë Erion Velin apo jo? Çfarë binte në sy në vendimin e gjykatës kushtetuese është që për herë të parë kemi disa mendime paralele. Kemi mendim që janë tërësisht kundër Spakut, kemi mendim që janë tërësisht pro Spakut, kemi mendim pastaj të ndërmjetëm. Çështja është që gjykata kushtetuese e ka çuar topin për Erion Veliajn prapë në gjykatën e lartë dhe i thot më arsyeto se përse masa ndaj Erion Veliajt në cilësinë e kryetarit të bashkisë është proporcionale përqendruar në masën e arrestit në burg, sepse ka konstatuar që gjykata e lartë nuk ka bërë një arsyetim në përputhje me ligjin. Dhe së dyti, që ka të bëjë dhe që normalisht duhet thënë, gjykata kushtetuese në fakt, po ta shikosh brendin e vendimit, e lë të qartë dhe të kuptueshme që dyshimi i arsyeshëm për rastin e zotit Veliaj ekziston. Kështu që besoj diku nga shtator tetori do të kemi edhe një përgjigje në lidhje me këtë vendim të gjykatës kushtetuese, sepse ky vendim i zbardhur duhet botohet në fletoren zyrtare, dosja duhet kthehet në gjykatën e lartë, gjykata e lartë duhet ta hedhë në short